ka shkallë emergjente, nuk ka aparate për shurit zjarit, nuk ka hidrant atë ujtë. Investime kur nuk ka në parandalim, edhe në gatishmëri, na si reagues të parë që jemi, na kemi probleme shumë vaja. Dhe më thonë, këty do të munal në ashtë të secila komunë, që të bëjë investime në parandalim. Në një që kosta do të jetë shumë e ulët të me këmbja, për shkak se ti në qoftë se ndërton me kodet ndërtime me një objekt edhe i plotëson kriteret një objekt afarist, si do të qoftë ai, do thotë rreziqi do të jetë shumë i vogël. Apo hasni në objekte private të cilat nuk i kanë kaluar çdo kushte. Çka o përvoja juaj? Realisht na nuk e lypëm se na në komunën Rënasit nuk kem zyrtar të parandalimit. Në komuna tjera, Agencioni i Menaxhimit të Emergjencave ka angazhu disa inspektor ku kem shtëpia të banimit me nxjerr mendimin në shkakun e zjarrit, për çka ka ardhur e zjarrit. Me kërkesën tonë ata na dhonë raportin edhe dërgojnë në polici ose në komunë. A i ndihmoni ju me e konstatu për çka ka ardhur zjarri? Realisht na jemi ata njerëz të parë që ndihmojnë atina. Edhe në shumicën e rasteve nga përvoja juaj për shkafit po vujmë mas shumti. Çka është nëse flasim për këtu janë mosat pa ndaluese janë shumë dapta. Janë dapta, nuk ka shkallë emergjente, nuk ka aparate për shurit zjarit, nuk ka hidrant atë ujtë, ka shumë pompa derivateve që është bo pranimi tyne. Nështë nuk ka hidrant heq, që ajo është elementi i parë, që do të me pas hidrantin. Ka shumë, asi menaj që ka, gjatë prevojat mija, kum hasë që kum kërku ujtë e pompat e derivateve, me furnizu ato mjetë e zjarfikse, nuk ka pas ujtë. Tëtë nuk funksionon hidranti. Dhe me thonë është pak